Policia ka arrestuar drejtoreshën e ndërmarrjes publike komunale në Gostivar, Artana Asani. Sipas informacioneve të para, bashkë me të janë arrestuar dhe 2 bashkëpunëtorët e saj, drejtori teknik Leon Nuredini dhe udhëheqësi i sektorit të ujësjellësit Vadedin Dervishi. Pritet që të dy së shpejti të dalin para prokurorisë, ndërsa gjyqtari i procedurës paraprake do të caktojë masat e sigurisë. Më herët, kryetari i komunës e kishte pezulluar nga detyra drejtoreshën e komunaletit të Gostivarit, por ai personalisht nuk ndjen përgjegjësi për rastin. Në ndërkohë, Asani, pasi shpërtheu epidemia, kishte deklaruar se rritja e numrit të prekurve në Gostivar nuk ishte si pasojë e ujit të ndotur. Ajo i kishte mohuar informacionet e institucioneve kompetente, të cilat ndaluan përdorimin e ujit për pije në Gostivar, për shkak të dyshimit se ishte i kontaminuar dhe burimi i epidemisë që po përhapej në qytet. Asani kishte mohuar se mes të sëmurëve ka dhe persona që kanë pirë vetëm ujë të ambalazhuar, ndërsa sipas saj, shkaku i sëmundjes mbi 1200 qytetarëve ishte ushqimi që kishin konsumuar ose temperaturat e larta. Pas shpalljes së epidemisë në Gostivar, komuna aktivizoi shtabin e krizës, i cili do të jetë përgjegjës për koordinimin e aktiviteteve me të gjitha institucionet kompetente në menaxhimin e gjendjes shëndetësore në qytet, njoftoi sot kryetari i komunës Falbon Limani. Në një konferencë për media, Limani deklaroi se shtabi i krizës është formuar me iniciativën e tij dhe se në të do të përfshihen të gjitha institucionet që kanë kompetenca në menaxhimin e krizës.